Ashtu siç ishte planifikuar më herët, pasi kanë konsumuar ditët përgatitore në Shkodër, përfshirë edhe miqësoren me Deqiqin, e mbyllën në barazim 1-1, ku Qeblut e Vllaznis janë zhvendosur në Sloveni për fazën përgatitore themelore. Ekipi shkodran është vendosur në kampingun sloven, aty ku janë të akomoduar edhe ekipe të tjera cilësor nga Kroacia, Slovenia dhe Rumania, të cilët po zhvillojnë fazën përgatitore. Nga sa është parë, krahas titullarëve Balej, Gurishta, portierëve Polç dhe Jukaj, Çato, Dros, Murataj, blerjet e reja Bardi, Marku dhe Brajković, të rinj të afirmuar me Pusin, Tafilin, Aren, Kubazin e tjerë, me skuadrën ka udhëtuar edhe një grup i zgjeruar nga Vllaznia B dhe Akademia e Futbollit Vllaznia. I pranishëm në momentin e nisjes ka qenë edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ka konsumuar disa minuta me drejtorin sportiv Joresin Sinani dhe trajnerin Edi Martini. Për t'u theksuar është se në këtë udhëtim drejt Slovenisë mungonte dyshja Kastrati Kallaku, aq shumë e përfolur ditët e fundit për një largim nga Kuqeblut. Nga sa është bërë e ditur, Lirim Kastrati nuk figuronte fare në listën e delegacionit sportiv shkodran për në Sloveni, çka i shton dyshimet për një shkëputje të marrëdhënieve me klubin Vllaznia. Ndërkohë në lidhje me Sherif Kallakun, situata qëndron ndryshe. Ai është pjesë e listës së Vllaznisë, por nuk ka udhëtuar me skuadrën për arsye të skadimit të pasaportës dhe me atë sa thuhet, me marrjen e pasaportës së re mund t'i bashkohet skuadrës në Sloveni. Sa i përket procesit stërvitor, në program ka 2 seanca stërvitore në ditë, ndërkohë që gjatë qëndrimit 10 ditor në Sloveni, stafi teknik ka planifikuar të luajë 5 ndeshje miqësore. Madje janë bërë publike edhe emrat e skuadrave kundërshtare, si Lokomotiva Zagreb, Olimpia Ljubljana, NK Rudesh, Futboll Klub Argesh Piteshti dhe Futboll Klub Koper. Miqësore këto që do t'i shërbejnë teknikut Martini dhe kolegëve të tij për të testuar dhe kolauduar skuadrën në prag të ballafaqimeve për turin e parë UEFA Conference League, ku Shorti e ka vënë përballë Malishevës nga Kosova, me datë 9 korrik në Loroboriçi të Shkodrës dhe 15 korrik në stadiumin Fadil Vokrej të Prishtinës. Bazuar në grafikun e miratuar nga stafi teknik, miqësorja e parë në tokën slovene do të jetë pas ditën e së martës, duke nisur nga ora 18 përballë ekipit vendas Olimpia Ljubljana të Slovenisë.